Flasim pak për eventin që na u mbajt në Tetov, është eventi lançues, le të themi, apo jo, ku prezantuam edhe gra me shumë përvojë, me karrierë të, do të thonë, shumë të bollshme, le të themi, dhe po ashtu gra që kanë kaluar sfida të tëra për të arritur ku janë sot. Gjatë eventit lançimit promovimit të fondacionit Leading Ladies, e kishim në Tetov dhe ishte një atmosferë e shkëlqyme, shumë me energji pozitive, u prit me shumë entuziazëm dhe emocion. Prezent kishim edhe panelistet tona të mrekullueshme që shfrytëzoj rastin edhe t'i përshëndes, të cilat e zbukuruan pjesën e panelit ton. Ato na dhanë mesazhe shumë të fuqishme, Artemisa, që mendoj se do të kenë efektin e duhur edhe do të na ndihmojnë për ta zhvilluar edhe aktivitetin ton. Panelistët tonë janë gra të dëshmuara në karrierën e tyre, kanë pasur edhe sfidat, mirë po të gjitha ato sfida i kanë kapërcyer dhe janë të dëshmuara në karrierat e tyre. Mesazhet që u përcollën atë natë ishin shumë inkurajuese. Kam marrur mesazhe pas asaj dhe mesazhe të pafundme, falënderime, përqafime dhe gjatë bashkëbisedimeve, domethënë gjitha ato vajza dhe gratë më thonin na duhet diçka e tillë. Dhe mendoj se fondacioni jemi në momentin e dur dhe mendoj që do të marrim honën e dur.